Rama fiton edhe 50 vjetë. Por çështja është, a kemi dinamizim në të gjërave të cilat i shërben një hovi të ri, i cili i shërbej edhe ekonomisë, edhe zhvillimeve të reja, edhe modernizim, edhe geopolitikës vetë. Marrëdhënie shoqërore. Ky është elementi i cili ne duhet diskutojmë, se për Berisha është kartë e djegur, për mua s'ka gjë. Po si mund të është kartë e djegur kur ai arrin, shiko, ne kemi sondazhin, do të ta transmetojmë në orën 22 që e bëjmë çdo javë. Dhe po një gjë mund t'ju a them nga ai sondazh, mund ta them që tani Plator, që nëse ka një shumicë në mes, e cila është e logjikshme, kjo pjesë që është kritike me logjik, pra thot, okay, dakord, Berisha nuk fiton kur, Rama nuk humb kur sa kohë të ketë Berishën përballë, po a ka nevojë ky vend që të ketë një oponencë, një gjë që të ri përballë qeverisë se ti thotë e pritish sekond se këtu po ecën shumë shpejt, këtu po ecën shumë avash, sigurisht që po ka nevojë. Ajo që më rezulton nga sondazhi është që pas kësaj proteste, suksesi që arrin Berisha, Plator, është që e të kurr këtë pjesën e mesit. Kjo pjesa e mesit sigurisht më shumë i shkon mazhorancës, por një pjesë shkon edhe PD-s. Pra le të themi, ç'a ndodh? Është ajo që tha Ibseni, që futet domethënë me këtë rolin që bën do ti edhe mendimin e Ramës me shkelje syri, me reformën kushtetuese që Rama ka premtuar, me deklaratat e Ramës të mund intervistën e punit që unë jam për bipartitizmin, se shumë parti i bëjnë dëm të vendi, që unë po do ta çoj parlamentin me 100, po e çoj parlamentin me 99 deputet. E ketë sigur në ditën e vetë më të keqe Partia Demokratike do dalë në vend dytë. Edhe sikur ndodhi çudia më e madhe nga drejtësia e re që unë nuk mendoj që do ndodhi, që ta vë zotin Berisha përballë përgjithësisë pago për 21 janar. Ai sondazhi është shumë interesant, edhe për faktin sepse aty dilte, domethënë nëse do dilte një parti e cila nuk ekziston. Që nuk ekziston. Pra, këtu nuk ekziston dhe del 25%. Mund kurrët 22, po... Karona, për momentin... Për momentin karon, por një moment tjetër mund të shtohet sërish. Mund të shtohet, por shiko ç'a efekti i procesës opozitës, është e të kurrë të shtresën e mesme. Dhe në fund fare, dhe ata të pakënaqurit nga qeveria i çon prapë te Rama, dhe ata të pakënaqurit nga Berisha i afron prapë te Berisha. Nuk është kur, këto e polarizojnë momentin. E polarizojnë luftën aq shumë sa njerëzit i shohin si dy skalione dhe nuk shohin skalion të tretë. Mungesa e një poli të tretë këtë radhë ku ishin bashkuar gjithë sipas një kodi moral, sepse në bashkim pa kod moral quhet koalicion qelpsirash, mungesa e një poli të tretë bëri që ky polarizim të funksionojë edhe këtë radhë. Dhe funksionoi polarizimi. Është vërtet. Sepse këto edhe japin terren njëri tjetrit në të polarizim, Shiko. Sepse secila palë ka interesa, secila palë ka interesa. Mu duket si shok që u bë forcat politike, ata që duhet merren tamam me këtë gjë, realisht këto lloj sondazhe, sidomos këto lloj shifrash, realisht krijojnë një turisni jashtëzakonisht madhe. Dhe duhet patjetër që ta mendojnë shumë mirë këtë çështje. Sepse kemi të bëjmë me 25% të elektoratit, cili është, do të thonë, nuk di është gati të votojë, por asnjëri nuk sheh ekip për tu bashkëpunuar. Imagjino të jetë një gjë tjetër. Do dali një sinjal i vogël, një sinjal i vogël. I cili mund ngjisi. Se kemi parti të reja, por që vetvete mënyra se si e luajtën. U bën lesh e limë njëri tjetrin. Përveç, po mua më duke edhe si një lloj si me strategji të komanduar, sepse shpeshherë dolën edhe... Se mirë, hajde labe me Shabanin po e shymë strategji. Po labajnë me sheja që u bënë copë njëri tjetrin përfunduan gjyqeve, po aty është strategji. Vetëm nëse është strategji pastaj edhe nga doktori, po këtë s'di ta them pastaj. Mos harrojmë dhe një element tjetër, se më kujtohet edhe një intervistë e Andreotit dikur, që thoshte që kur bëhen zgjedhjet ne nuk shikojmë si del rezultati, sepse pak a shumë dihet. Ne shikojmë se sa është pjesa e atyre që nuk marrin pjesë në zgjedhje. Dhe nëse kjo pjesë rritet, atëherë është një alarm i madh për ne, do të thonë që ky sistem nuk funksionon. Dhe fakti, do të thonë që pas zgjedhjeve të 11 majit, ajo që ndodhi në zgjedhjet e pjesme, ku vajtën 18% ran, 6 bashki ishin ato. Po Vlora të shkojë 12%, ky ishte një alarm i madh, se nuk është vetëm një krah. Është komplet
Shqipërinë me Andorën, ta merr Armenia Shqipërinë me Andorën, shkojnë e mushin stadiumin kur të shojnë ndeshjen. Kjo është një alarm I cili realisht nuk mund të mbahet dot. S'është analogjia, nuk është analogjia kjo që përdoret analogjia saktë. Prandaj po them që nuk është diçka që mund mbahet. Ajo ta tha si Shqipëri me Andorë, Shqipëri me Gjermani. Këtë do të thotë retorikë politike parlamentare. Ku kam dy hipoteza. Me njerë pas publicitet. Duhet shkojmë në prej shkurtë publicitare dhe rikthehemi pas pak. Ndroi pllaka, Rama me ftesë nga Trump, Berisha pa ftesë tek europianët. Ftesa e dytë kryeministrin e çoi në Knesset, si për inat të doktorit. Direkt pasi aty foli, Donald Trump, kreu I Partisë Demokratike, zhgënjimi e çoi bashkë me zonjën Vokshi në Strasburg. I përshëndetet për zemërt nga sedia Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Jemi sot këtu bashkë me Albana Vokshin për të vazhduar betejën tonë kundër narkoshtetit dhe ramadurës. Ditë të mbarë. Ndryshimi vetëm nuk kishte audiencë përpara, veç Albana Vokshin e cila më shumë se spektatoren bëri operatoren, që kryetari I Partisë Demokratike tu drejtoi virtualisht demokratëve. Ftesa e Këshillit të Evropës për delegacionin zyrtar ishte për Albana Vokshin, por pyetja është, po Berisha çdo aty, sipas Belinit Kylliçit, I cili më në fund për një ditë realizoi ëndrrën t'i zër vendin doktorit, ftesa për Berishën nuk ishte për të ënën, por për të martën. Nderuar doktor Berisha që sot na ndjek live nga Strasburgu, aty ku doktori ka shkuar për të përfaqësuar Shqipërinë në një takim shumë të rëndësishëm ditën e nesërme, dhe gjej rastin të rikthej çdo shqiptari që na ndjek sot në vëmendje një fakt historik që nuk e mohon dot. Shqipërinë në Këshill të Evropës e antarësoi Partia Demokratike në 13 korrik të vitit 1995. Dhe kjo është merit e pamohueshme e kësaj force politike. Sado që të hedhin balë, sado që të shpifin, është merit e Partisë Demokratike dhe doktor Sali Berishës. Lajmësi demokrati amerikanëve foli pas me karikaturën e Ramadurës. Kësaj radhe, lajmi nuk është çështje muajsh, por orësh. Edhe në ditët më të vështira atëherë, kur në fakt korruptohej dhe kryeagenti I FBI-s, miku I ngushtë I Edi Ramës, Charles McGonigal. Atëherë kur bliej me vuajtjet e shqiptarëve çdo influencë kombëtare apo ndërkombëtare. Se ky shtet përfundimisht ka hyrë në ditët e numërimit mbrapsht. Një premtim I vakit mes një foltore e të vakit, ndaj një demokrat mes të paktëve e kishte një lutje. Mirëmbrëma dhe uroj që kjo mirëmbrëma të shkojë deri në Bruksel. Për të vetëm arsye se atje ne kemi liderin ton që shpresojmë që do t'i rregullojë ca gjëra për të cilat na mbajnë peng. Por edhe në Bruksel, punët I rregullojnë socialistët. Niko Peleshi takoi eurodeputeten e partive si motra të Partisë Demokratike dhe njëkohësisht presidenten e Parlamentit Evropian që kontrollohet nga të djathët për t'i dhënë mbështetjen e plotë Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Tani për rrëzimin e qeverisë dhe takimet e Berishës do na duhet të presim deri ditën e martë. Për ty fjala, Beko. Tani, ju bët pyetje më parë pse Berisha është I mërzitur me Amerikën. Dukej. Për rastin konkret e kam fjalën. Ka shumë paritet. Ka drejt dhe I të mërzitë ndonjëherë. Po pra, përveç faktit që e ka inatin gjatë se ka 4 vjet I shpallur non grata nga amerikanët, pra izoluar tërësisht, edhe me akuza shumë të forta, si minues I demokracisë, si njeri që pengon drejtësinë dhe si frymëzues I korrupsionit. Të trija këto janë akuza shumë të rënda për një politikan ose për njeri cili mendon shumë për atë që quhet respice finem, që do të thotë mendo fundin, që e kanë me fundin në raport me historinë, ç'vend do të zënë historinë për aq vite, për vitet e gjata në politikë. Tani, pse Berisha e kishte pritshmërinë shumë të lartë. Ai priste që ju krijuan ideja që me arrestimin e Maduros nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se këta e kishin hedhur, kishin kohë që artikulonin Ramaduro, filluan dhe besuan vërtet
që edhe Edi Rama... Gjimneshës është dramë e madhe. Po pra, edhe Edi Rama ishte një Ramaduro i vërtet e plotëson dhe gjitha kushtot njësoj si Maduro i Venezuelës. Sepse dhe këtu kishte disa element që vinin nga trafiku ndërkombëtar, pastrimi parave tjerë, dhe këta tani e morën këtë dhe e institucionalizuan, e bën realisht fabul të besueshme që prisin që nga çasti në çast madje artikuluan dhe politikisht. Nuk ishte thjesht retorike, filluan të besonin vërtet. Datën, në 20 janar. Dhe pastaj e përcaktuan që në 20 janar do ikte Rama se kishin thirrur në Amerikë me avokatin e tij, dhe atje do të merrej, do të arrestohej tjerë. Tani këta e rritën jashtëzakonisht shumë pritshmërinë në raport me militantët. Pra militantët besuan vërtet që Berisha tani erdhi koha të jetë në pushtet dhe Rama të iki dhe të iki nga amerikanët. Dolën dhe pastaj këta eunukët që i dalin gjithmonë për të helmuar mendjen e militantëve, të cilët thanë që Berishës do të hiqet non grata. I është hequr non grata, tashmë dhe Belindi ka hequr 4 herë. E ka hequr Belindi dhe Aldo Bumçi, domethënë, edhe thanë që nuk ka asnjë pengesë, Berisha mund të shkojë në Washington. Tani çfarë ndodhi?